Se hani kumbulla të thata çdo ditë, trupi tuaj do t'i ndodhin këto 5 mrekulli, do befasoheni. Një studim u përqendrua te roli ngrënies së kumbullave në shëndetin e kockave të grave. Studiuesit u shprehen se kumullat e thata kanë aftësinë të pengojnë fraktura dhe dobësimin e kockave. Ata rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 kumulla të thata në ditë, një sasi që duhet të rritet më vonë nga 6 deri në 10 kumbulla në ditë. Sipas studiuesve, kumullat e njoma, por edhe ato të thata janë të sigurta për të konsumuar për të gjitha grup moshat. Kumullat kanë aftësi të jashtëzakonshme për të ushqyer dhe mirëmbajtur kockat. Kumullat kanë efekte laksative dhe pastruese për të gjithë sistemin tretës. Ato janë plotësisht të rekomanduara kundër konstipacionit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Një racion me kumbulla ofron 2,5 gram protein dhe plotëson 13% të kërkesave ditore për hekur. Ky mineral është i dobishëm kundër anemisë, si dhe për qarkullimin e durë të gjakut. Por le të kthehemi te shëndeti i kockave dhe roli i kumbullave të thata te këto. Një sasi prej 3 deri në 4 kumbulla ofron 290 mg kalium. Kaliumi njihet si një gardian i fshehur i kockave. Ky mineral është i rëndësishëm edhe sepse neutralizon acidet e dëmshme që dëmtojnë dëndësinë kockore. Këto acide i gërryejnë kockat me shpejtësi dhe kaliumi shërben për t'i penguar ato. Për më tepër, kaliumi shërben për të ruajtur sasinë e kalciumit në trup dhe pengon nxjerrjen e tij nëpërmjet urinës. Kumbullat janë një ushqim i nevojshëm për shëndetin e kockave. Megjithatë, ky i fundit mund të mirëmbahet edhe nëpërmjet hapave të mëposhtëm. Konsumoni çdo ditë fruta dhe perime të larmishme. Mos neglizhoni arrorët dhe legumet, të cilat kanë të njëjtit ushqyes të rëndësishëm, por edhe siç janë edhe kumullat për kockat. Sigurohuni të merrni më shumë proteina dhe suplemente të vitaminës D. Kryeni aktivitete të rregullta fizike si ecja, vrapi ose merruni me sporte të tjera. Peshngritja me intensitet minimal është gjithashtu shumë e rëndësishme për shëndetin tuaj të kockave. Kumullat e thata në dietën tuaj do të luajnë një rol pozitiv në mirëmbajtjen e nyjeve dhe jo vetëm. Ato janë të pasura gjithashtu me laksativ natyral, të cilët mund t'i japin shumë përfitime për sistemin tretës. Kumullat janë ndër frutat më të shëndetshëm. Ato përmbajnë edhe sasi të madhe të ujit dhe të vitaminave. Mes këtyre të fundit mund të përmendim vitaminën A, vitaminën B1, B2 dhe vitaminën C. Por kumullat njihen edhe gjërësisht për efektet e tyre të rëndësishme laksative, çka do të sjellin përfitime të mira për organizmin. Ato kryejnë gjithashtu edhe një aktivitet të rregullt të stomakut, duke ndihmuar edhe në tretjen dhe duke lehtësuar problemet e jashtëqitjes. Krahas kumullave të sapo këputura nga pema, është edhe kumulla e thatë ose siç quhet ndryshe në zona të ndryshme të vendit, hoxhafe. Kumullat e thata jo vetëm që mbrojnë trurin nga radikalet e lira, por gjithashtu ndikojnë edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh, siç janë edhe problemet kronike, problemet kardiovaskulare dhe ato të radikaleve të lira. Kumullat e thata janë një produkt fantastik për mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre, citon Elflaj. Kumullat e thata përmbajnë atë të quajturën thartir neokrologjenike dhe klorogjenike. Studime të shumta kanë treguar se fitonutrientët që gjenden te kumullat e thata ndihmojnë në parandalimin e dëmeve të organizmit, sidomos të dhjamit të tepër që ndikon në krijimin e komplikacioneve në shëndetin tuaj, por jo vetëm. Meqense të gjitha membranat e qelizave tona përkthehen nga yndyrnat, është e dobishme kumulla e thatë edhe në këtë aspekt. Këto fruta të thata parandalojnë diabetin e tipit 2 dhe gjithashtu ulin nivelet e larta të kolesterolit dhe parandalojnë problemet e mbipeshës. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Universitetit të AEM të Teksasit kanë konfirmuar se kumullat e thata janë të pasura kryesisht me vitamina, minerale edhe me antioksidant.
kombinimi të cilave do të mbrojë shëndetin tuaj të kockave. Studimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e 8 deri në 12 kumullata të thata në ditë mund të forcojë ndjeshëm kockat dhe të maksimizojë edhe potencialin e tyre. Sipas disa studimeve shkencore të fundit, konsumi ditor i kumullave të thata i ndihmoi ata në riparimin e dëndësisë së humbur kockore dhe në përmirësimin e shëndetit të tyre. Kumullat e thata janë të pasura me vitaminën A, vitaminën K dhe mangan, ushqyes shumë të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për funksionet normale të kockave. Vlerat e kumullave të thata vlejnë edhe për shëndetin e njerëzve të cilët vuajnë shpesh nga problemet e radikaleve të lira dhe problemet e dëmshme të nyjeve. Duke i konsumuar kumullat të thata në dietën tuaj në mënyrë të rregullt, vlerat që do t'i japin shëndetit të nyjeve do ta kthejnë atë në një prej frutave më të rëndësishëm që mund t'i konsumoni gjatë të gjitha stinëve. Kumullat e thata mund të bëjnë magji për shëndetin tuaj, sidomos edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt, të përmirësojnë tretjen, të përmirësojnë kockat, gjakun dhe gjithashtu shëndetin tuaj të përgjithshëm, duke i cilësuar ato si një nga frutat më të rëndësishme për organizmin. Dhe ju duhet të konsumoni të paktën 6 deri në 12 kumullata të thata çdo ditë për të marrë përfitimet e tyre. Gjithashtu mund t'i përdorni edhe në formën e lëngut të zier për të pasur edhe më shumë efekte pozitive. Kumullat e thata kanë efekte mjaft të mira edhe për sistemin tuaj tretës. Kumullat e thata janë të mbushura me fibra, një element kyç shumë i rëndësishëm për mbështetjen e sistemit tuaj tretës. Për shembull, një filxhan me kumullat e thata përmban 12 gram fibër të tretshme. Për më tepër, ato përmbajnë sorbitol, një laksativ natyral që ndihmon në stimulimin e lëvizjeve të zorëve. Rekomandohet të hani jo më shumë se 6 kumullata të thata në ditë në mënyrë që të merrni përfitime të tilla. Ato do ju ndihmojnë edhe në humbjen e kilogramëve të padëshiruar. Falë fibrave që ato përmbajnë, konsumi i kumullave të thata do ju ndihmojë të qëndroni më të ngopur për më gjatë edhe të kontrolloni me sukses edhe kilogramët tuaj të tepërt. Kumullat e thata janë një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj të kockave. Njerëzit të cilët janë të rrezikuar nga osteoporoza, veçanërisht gratë dhe njerëzit e moshuar, mund të përjetojnë një humbje të dëndësisë minerale të kockave. Studiuesit nga një studim ekzaminuan efektet që kishin konsumi i kumullave të thata te gratë pas menopauzës osteopenike. Rezultatet treguan se kumullat e thata në fakt mund të ndihmojnë në parandalimin e këtij problemi, duke i cilësuar ato si një nga zgjedhjet mjaft cilësore për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, kumullat e thata ndihmojnë edhe në uljen e niveleve të presionit të gjakut, siç mund të ndryshojë në trupin tuaj nëse hani 6 kumullata të thata në ditë. Presioni i lartë i gjakut ndonjëherë nuk ka simptoma të dukshme, por mund të rrisë riskun e problemeve të zemrës, sëmundjeve të veshkave dhe problemeve të tjera të shëndetit dhe të trupit. Sidoqoftë, mund të kontrollohen me ushqime të ndryshme dhe kumullat e thata janë një mundësi shumë e mirë. Mund t'i kombinoni me fruta të tjera ose edhe si rrushi thatë dhe hurma dhe të konsumoni 8 racione në javë. Kështu përfitimet e tyre do t'jenë mbreslënse. Kumullat e thata janë të mira edhe për shëndetin e organizmit tuaj. Mungesa e ekurit në trup mund të jetë mjaftueshme që të shkaktojë edhe probleme të anemisë, të cilat mund të çojnë në komplikacione serioze. Midis tyre janë lodhja e rëndë, probleme me zemrën, mushkëritë dhe problemet me shtatzanin. Kumullat e thata janë një burim i shkëlqyer i ekurit që ju bën edhe më shumë lehtësime në parandalimin e problemeve të tilla. 3 deri në 10 kumullata të thata të ndara në baza të ndryshme ditore gjatë ditës mund të jenë një përzgjedhje e mirë e shëndetit tuaj, në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu në përmirësimin e organizmit tuaj në tërësi. Dhe mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja gjithmonë me maturi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.